dhe të 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 gjatë. Ma si veç po diskutohet për Majlindën, unë e kam një letër këto, që po lidhet me këtë pjesën e parë dhe me familjen të ndër. Të shojmë kush e ka dërgu edhe çka ka në ta. Nëse mundesh me na lexu te, kish me qenë shumë mirë edhe për publikun. E kemi letrën prej motrave, Të dua me gjithë shpirt dhe pa kushte. Ti je vetëm një vëlla, por edhe një pjesë e pandashme e shpirtit tonë. Çdo kujtim i familjarisë tonë, çdo moment i kaluar, bashkë na kujton se me fat jemi që të kemi. Ti je shtylla jonë, ai që na bën të qeshim dhe në ditët më të vështira, dhe ai që gjithmonë të kujton rëndësinë e familjes. Krenaria për ty vjen natyrshëm, sepse çdo arritje jote është edhe jona. Çdo hap i yti përpara na mbush me lumturi. Ne e dim që jeta sjell sfida, por gjithmonë do të kesh dy zemra që rojnë për ty, dy duar që të mbajnë kur të ndihesh i lodhur dhe dy shpirtra që të mbështesin pa kushte. Lidhja jonë motër vëlla është e shenjtë, e pathyeshme dhe do të mbetet gjithmonë e fortë, pavarësisht largësive apo kohës që kalon. Jemi dhe do të mbetemi gjithmonë pranë teje, me dashuri të pakurtëzuar dhe përjetësisht krenare për ty. Me gjithë dashurinë tonë, Majlinda dhe Ilirja. po shumë të emocionu, Majlinda dhe Ilirja janë dy motrat e tua. Po. Majlinda e madhe, Ilirja e vogla. E falendron Majlindë që nuk e ka kurthësuar fare kohën e saj dhe me shumë kënaqësi e ka dërgu edhe këtë mesazh për vëllaun e madh. A thrasin kështu, bëhet që aga e ka ndonjë kështu që është? Jo. Jo. Më thrasin edhe si shoqënia, sepse edhe shoqënia më thrasin gërgja. Nga mbijam i shkurtesa gërgjaliu. Arsim, nuk i kemi të caktuar, thotë. Çka i kishe thonë motrave në këto momente? A ki ndonjë falëndrim ose diçka që ndoshta për shkak të kohës edhe dinamikës tjetës, se çdo herë kjo dashuria është e pakushte, e pakufizuar? Ne kemi dhe thotë një dashuri shpirtërore, edhe është karakteristikë se dy prindët na lanë, nana para 2 viteve, tash mbushën 2 vite, edhe thjesht edhe ajo ndarje e prindve na lidhe më tepër. Majlinda që nga kohënat të cilat të gjithë në një farë forme i përjetuam në vitet 89 kur 175.000 njerëz u larguan nga puna, nga represioni sërb, murë rrugën e Gurbetit dhe shkoj në Zvicër, do thot me 2 fëmijë të vegjël në përrugtimin e shqiptarëve në për malin, në për edhe thjesht heretiku prej afërsisë, por shpirtërisht është me neve. Ilirja është po me për fat mirë në hyrje të njëjtë jemi, është 2 katë më poshtë dhe me një farë forme po e zavancon vendin e nanës. Fortohet çdo herë kjo lidhja, edhe bëhet më e fortë me mungesën e prindërve. Po edhe më e fortë, edhe më e fortë. Ashtu është diçka një lidhje pak më e madhe.